Po si janë parë në Gjermani këto negocianta, sa afër janë pale drejt një zgjidhje dhe sa të kënaqur janë europianët nga zgjidhjet e ofruara nga presidenti amerikan dhe negociatorët e tij. Zeinullah Jakupi, analist në Gjermani, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zeinullah, faleminderit shumë që je me ne. Përshëndetje, Esmeralda. Si janë parë këto negociata? Çfarë thuhet në Gjermani për to? Në Berlin, pra, si që thatë edhe ju, e bët një përshkrim shumë të mirë, janë zhvilluar raunde bisedimish me përfaqësues të SBA-s, duke përfshirë emisarët special të presidentit Trump, si edhe udhëheqësit evropian, ku kanë diskutuar një plan paqe edhe përfundimin e luftës që zhvillohet për vitesh, pra, në Ukrainë. Berlini, pra, ka qenë në masat të jashtëzakonshme sigurie, pra, për 2 ditë, për të siguruar mbajtjen e këtyre takimeve, për të cilet ishte bërë ditur shumë mirë spontane, të themi vetëm se para një jave, bisedimit kanë zgjatur më shumë se 5 orë, si që cekët midis delegacione amerikane dhe ukrainase në Kancelarin Federale në Berlin, pra tek Mikoqiri, kancelari federal Friedrich Merz, ku ishin pra Vladimir Zelenski, presidenti i Ukrainës, Steve Witkoff, i dërguari i posaçëm i Shteteve Bashkuara të Amerikës, Jared Kushner si përmarrës dhe ish këshilltar i lartë i presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Pra në Berlin kanë marrë pjesë në bisedime përveç Merz, siç e tham. Pastaj më vonë të hënën mbrëmja, atëherë me kaftuar edhe përfaqësuesit pra të Bashkimit Evropian, duke përfshirë Francën, Mbretërinë e Bashkuar, Poloninë, Italinë, Danimarkën, Finlandën, Norvegjinë, Suedinë, si dhe nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Pra, si që kuptua nga konferenca Merz, do më thënë, Gjermania, ta themi, nuk ka një rol vendimtar në arritjen e armëpushimit, edhe pse Berlini është vend mikpritës, dhe Gjermania është një nga mbështetësit më të mëdhenj të Ukrainës në Evropë. Ta themi, nga konferenca që do më thënë u bë qartë se Gjermania nuk e përcakton kursin politik të negociatave për armëpushim. Pra, boksi vendimarrës do të thënë se janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Ukraina. Këto janë do më thonë vendimet thelbësore do t'jenë, si që tha dhe nga ju, pra për armëpushim, për garancitë e sigurisë, për angazhimin ushtarak, për furnizimet me raketa mbrojtëse ajrore dhe madje edhe për trajektorën e çështjes së territorëve të okupuara. Pra, kjo duhet kaloj përmes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me koordinim drejt për drejt me Ukrainën dhe një rol shumë më i dobët, si ta themi, nga BE dhe përfaqësuesit, pra edhe nga Gjermania, dhe si që ceku edhe Friedrich Merz tha se kjo është një përpjekje shumë e mirë, një vendim pra me këto bisedime dhe arritja e paqes është sikur një lule e cila akoma është duke u rritur dhe vërtet nuk shihet akoma një zhvillim se si do të shkojnë tutje gjërat. Dhe do më thonë, pavarësisht se Gjermania dhe gjithë shtetet sistane kanë ofruar mbështetjen e tyre, do më thonë, mirë po Washingtoni do ta përcaktoj, do më thonë, këtë marrëveshjen, armëpushimin dhe gjitha të tjera si do të rrjedhen më pas.